kur jep vendimet në shumë herë, në shumë raste, me të vërtetë që jep drejtësi, qoftë personale, qoftë sociale, qoftë kombëtare, por edhe në shumë herë bën fatalitete dhe krijon kriza jo vetëm brenda një shteti, por edhe ndërkombëtare, kështu që drejtësia është drejtësi dhe të gjithë duhet të besojnë drejtësisë, qoftë në Turqi, qoftë në Shqipëri, por sidomos në vendet tona, në Shqipëri apo në Turqi, drejtësia lën për të dëshiruar, sepse gjithë ai popimi që ishte në median turke këtë 3-4 ditë e fundit, edhe ku dosja është top sekret dhe nuk lejohet të flitet për ato gjëra që është top sekret, sepse në gjyqësori turk kështu e ka, për media për qeveritare, duke folë me fakte, duke folë me tjera dhe sipas shumë mediave kundra opozitare, dhe më thënë në Turqi, ata e kanë bërë të ditur krejt që e kemi Mavodi do të jep i dënuar për terrorizëm dhe ky nuk u dënuar, dhe më thënë kjo tregon që se sa le për të dëshiruar vendimet e gjyqësorit, si në Shqipëri edhe këtu, por gjithsesi bie terrorizmi edhe në publik, çështja e diplomës, publiku normalisht e percepton qartë përse u krijua, tani mbetet vetëm korrupsioni që edhe dosja është top sekret. Pra nuk dihet çka ka brenda. Jo, dosja ende është top sekret dhe nuk dihen faktet çka ka brenda për të vetme gjëra që mund të kenë, domethënë në praninë të avokatëve që merret e Krem Mamolli me 89 të tjerë që janë arrestuar, edhe aty biles nuk tregohen domethënë faktet, jo më të dalin të flasin për televizion. Kjo në Turqi është një gjë shumë e rreptë dhe vetëm për nëse ka kallëzime të tjera nëpër biles në media sociale dhe jo më për televizione, sidomos siç është radio televizioni shtetëror turk apo televizione kombëtare turke të mëdha të debatohen dhe të nxirren nëpër televizione, kjo me të vërtetë që ka një dënim apastafat për këtë, por gjithsesi kur është ana e qeverisë normalisht që nuk ka dënime dhe kjo le për të dëshiruar në fakt dhe kjo i jep hove dhe më shumë opozitës që të dali ose njerëzve që janë të pakënaqur me qeverinë e Erdoganit, sepse siç dihet tashmë Turqia ka probleme jetike nga ana ekonomike, ka probleme ku ndikon tek xhepi i çdo qytetari, qoftë pozitarë dhe qoftë opozitare, është një problem jetik, sidomos të 3 vitet e fundit, dhe me sa duket domethënë në këtë aspekt, edhe vendimet gjyqësore lënë për të dëshiruar, edhe vendimet dhe këto vendime gjyqësore në fakt me sa po duket ose me sa janë të dhëna deri diku zyrtare, deri diku gjysmë zyrtare që edhe nga ana ekonomike po krijon një kaos, një krizë shumë të madhe ku më shumë se sa presidenti Erdogan apo më shumë se sa ministri i punëve të mbrëmshme apo ministri i drejtësisë apo edhe kryetari i opozitës apo Ekrem Mamolli po prononcohet Banka Qendrore e Turqisë për të ruajtur vlerën e lirës, deri tani thohet që ka shitur mbi 26 miliard, domethënë jo milion, por miliarda dollar për të mbrojtur ekuilibrin e valutës me ashtu ku njëjtën kohë, edhe pse nuk kemi raportime zyrtare që do ta shohim nesër kur të hapet bursa e Stambollit, nëse hapet, sepse është gjendje ashtu, por nëse hapet nesër do ta shohim, kemi një rëndje shumë të madhe në bursën e Stambollit, humbjen e vlerës së lirës, po ashtu edhe thuhet sipas burimeve opozitare në fakt, por edhe ekonomistët që janë shumë të respektuar në Turqi, që janë apolitik, edhe ata thonë që vetëm këto 3-4 ditë e fundit kemi mbi 15 miliard euro investim të huaj që ka lënë Turqi, ka ikë nga Turqia dhe këto për këtë do ta shohim në fakt edhe drejtësinë, edhe ligjin me maliqin, por edhe me gjendjen ekonomike, por nëse populli turk vazhdon të jetë, domethënë kaq i pakënaqur me zotin president Erdogan dhe vendimet e administratës së tij, unë me sa është një politikën turke, besoj që Erdogani do të ulet në tavolinë, do të ashtuhet, sepse siç e tha deri me dje në iftarin, në fjalimin e iftarit të ditës së djeshme, Erdogani në asnjë lloj mënyre nuk është ulur për diplomaci. Kërkesën kryesore dhe liderin e ka në burg. Për çfarë do ulet, çfarë mund ta kënaqë opozitën ose çfarë mund t'i ofrojë Erdogani?
Por nëse, si që thash pak më parë, domethënë vetë një gjë që Erdogani e merr parasysh është vetëm forca e sovranit. Pra, domethënë nëse do të jenë vetëm ca grupe vandale, ca terroristë që dalin në rrugë, Erdogani normalisht i ka shtyp dhe i ka shtypur edhe më përpara. Por ama njëse janë masat e mëdha me miliona, që janë edhe sepse shumica e partive opozitare, domethënë janë të vogla normalisht, por e kanë qenë të gjithë shokët e Erdoganit, kanë qenë kryeministrat e Erdoganit, ministrat e Erdoganit, dhe sot janë të gjithë pranë Ekrem İmamoğlu. Domethënë edhe kjo